Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Një slogan, një maksim, me të cilën çdo musliman dhe muslimane mundohet ta fillojë çdo punë, çdo angazhim, çdo përpjekje e tij në jetë. Pra, Zoti i Madhreshëm ka kërkuar prej nesh ta fillojmë çdo përpjekje në jetë, edhe ditën, edhe jetën me emrin e tij. Megjithatë, nuk di a keni menduar ndonjëherë në kuptimet e thella që i përmban kjo fjali ose ky slogan. Pse muslimanët e fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, pra për gjithë njerëzit i mëshirshëm, për besimdrejtët mëshirëplot. Ju shoqënoj sot me dy kuptime që mendoj se janë jashtëzakonisht thella dhe është mirë t'i kemi për herë në vëmendje kur e themi Bismillah. E para, Bismillahi në thelb është slogan i të qenurit me këmbë si Zotit në tokë. Çfarëdo që bën me emrin e tij, sepse je krijesë e tij. Ke rol autentik dhe je i ngarkuar me detyra prej tij. Dhe normalisht që gjitha këto duhet t'i bësh me emrin e tij. Pra, ne mundohemi që çdo vepër ta fillojmë me emrin e tij, ta kemi gjithmonë në kujtesë se ne jemi me këmbësit e Zotit në tokë dhe nuk duhet ta harrojmë Allahun e Madhreshëm kur fillojmë angazhimet tona. E dyta, prej kur Sulejmani a.s. ja dërgoi letrën mbretëreshës së Sebes, Bismillahi prej atëherë është kufizuar me dy emra të Zotit. Megjithse ne dim gjithë që Zoti ka shumë emra apo cilësi të tjera. Interesant është në këtë maksim u përzgjodhen vetëm dy cilësi, Rahman Rahim, i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, në mënyrë që ta shoqënojnë Bismillahin deri në ditën e Kiametit. Kjo në mënyrë që punët tona të filluara me emrin e Zotit asnjëherë mos ta kalojnë dimenzionin apo përmasën kuptimore që përcaktojnë këta dy emra. Çdo punë që bëjmë me Bismillah, po që se nuk klasifikohet në kufij të mëshirës, ajo nuk mund të jetë në emrin e Zotit. Nuk guxon të përdoret Zoti në një vepër e cila i kalon dimenzionet e mëshirës. Me fjalë tjera, autorizimin që na ka dhënë Zoti me përdor emrin e tij ose me fillu me emrin e tij nuk është autorizim absolut. Gjithsesi është i kushzuar, është i kufizuar në kufij të mëshirës. Pra vetë Bismillahi në një formë përgënjeshtron çdo kënd që mundohet në emrin e Zotit të derë gjakt pa fajshëm, të bëj zullum apo të bëj çfarëdo çrregullimi në tokë. Prandaj, për kufizimi i Bismillahit me Rahman Rahim, i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, në esencë është shfaqsim nga të gjitha aktet e maskuara në këtë fjalë, në mënyrë që të mos bëhet emri i Zotit slogan i krimeve dhe i veprave të liga në këtë tokë. Prandaj, gjithmonë kur e fillojmë me emrin e Zotit, automatikisht kjo vepër në emrin e Zotit kufizohet me dy cilësi të Zotit, i mëshirshëm, i gjithë mëshirshëm, mëshirëplot. Për gjithë njerëzit, për gjitha krijesat i mëshirshëm, veçanërisht i mëshirshëm për ata që besojnë drejt. E lut Zotin që kur ta themi me Bismillah, gjithmonë ta kemi me mendje mëshirën dhe mëshiruesin. E paqë një ditë të këndshme, Zoti qoftë gjithmonë me ju.